nga i pik, edhe i rritet pak morali, edhe i krijon besimi, edhe pastaj futet në rrjedhën e vet. Tirana futet me çdo ekip, do me fitu patjetër. Po prit pra. Ai fëmia që është në këtë gjendje, që është Tirana, do çohet në gjunjë, masanet çohet në kam. Tirana do me u çu në kam, po s'çohet dot të shu në kam, si e do Tirana, për faktin se ashtu e ka gatu këtë lloj brumi. Edhe gjitha janë në disfavor Tiranës. Kështu që këtë e ka vështirësinë. Tashti, me Tiranën do punohet vetëm nga ana psikologjike, ti marrësh më të mirën e mundshme çdo lojtari dhe pragmatizëm duhet bën golin, më të futesh herë mos hash gol. Pastaj dal po shënova, po e vodha i gol, e vodha. Edhe jo atë që thash përpara, bëhet një faull, nxjerr 2 nga 1.90 gjatë, edhe topin e çon ke tribuna. Është pa logjikë, tregon se çdo gjanat që janë bërë aty apo që vazhdojnë bëhen, janë kaotike, janë të rastishme. A peshon njëjtë fanela e Tiranës si dikur, sipas jush, në bazë edhe të eksperiencës së madhe që keni në futboll? Fanela e Tiranës peshon që gjithë ata njerëz që janë të shkallët e stadiumit, peshon që ne që jemi këtu, që e njohim, ç'a peshon që ai? Tek lojtarët më së shumti kisha pyetje. Ai s'di ku është. Ma të mendosh në kohën që ka luetur profesori të arriti i thuash me emra lojtarët është. Nuk besoj që atëherë ndodhte kështu që ky është numri kaq. Nas nuk i njeh fare se Bro, rriteshin emrat besoj. Esa kjo është sëmundje në të gjithë këtë, nëse më tash. Kjo është po sëmundje e Sa u tranzicionit. qetësove se shënoj Milani më thanë apo jo? Po, e vetëm gjë që me ta bu hallall që të ka marrë tu se pas 25 vitesh nuk përjetoi dot një derbi Madoninës domon live. 25 vite? Pas 25 vitesh. Edhe sot është hera e parë që nuk e sheh. Hera e parë që nuk e shoh dot live atë. Po faleminderit Klorit ka ulur zhgënjimi kur të përmbys tani, po gjithsesi. Jo, filluar ka ta. Një siklodi. Jo, ne po kuptoj që ka bërë një sakrificë shumë të madhe që Jo, ndodhet mendoj sot në kështu që studio. një siklodi dhe një ky televizion kaq i madh që un kam pallur fatin që tu të hedh hapat e parë nuk mund t'i them kurrë jo pavarësisht gjithçkaja. Për televizionin e ka të sinqert. Mua më bën pak qefi. Për Elbasanin çfarë po thoje profesor? Po, nga ana tjetër tash se morëm me Tiranën, se thash Tirana bën lajm edhe për mirë. Jo, nëse fitoi Partizani, ai Elbasani. Elbasani është skuadra që po bën mirë, për 4 ditë ka marrë 2 fitore të rënda, edhe për kupë me Partizanin edhe sot me Po, kemi pak më vonë edhe atë me ca episode që është për tu përgëzuar, është një skuadër me kënd tokë, një skuadër që i di aftësitë e veta, ka krijuar një fizionomi, ka një lojë të organizuar, ka cilësi përpara, ka formë të mirë të 2-3 lojtarëve, Lokuili, Lajthia, dhe ai ka 2 mesfushorë të qendrë shumë të fortë, Abaz dhe ai Manellari që Isi Manellari, Gastoli, pra ka një portier që është, po them, për mua është portier më i mirë. Unë mendoj kështu që ky Elbasan është ky që është kam përshtypjen se ka një mbrojtje hermetike atje me Lilën, me Muston, me Ulbergis, me Julaj, po, dhe me kratë mbrojtjes, kështu që është një skuadër plot dhe ka entuziazëm. Edhe rezultatet kanë bërë që skuadrat të piqet dhe të shkojë çdo ndeshje tash ajo shkon për të marrë 3 pikët. Edhe kur ka në një hap fallës, për shembull si javën e kaluar që bën një barazim, nuk është se është dramë sepse kampionati kështu është i tillë, mund të gjitha skuadrat, të gjitha ndeshjet janë të vështira dhe mund gabosh edhe në fushën tate, por direkt e rikuperon dhe kjo fitore është shumë e rëndë për vazhdimsinë dhe ato nuk e thonë kur që do jemi për kampion, por sot për herë të parë e kanë thënë profesor. E ka thonë lojtarin ndjeqës Emiliano Musta, po, ne tha jemi ta nëshno për kampion, e shohim veten, dhe kur fiton ndoshta Tirana është aty, por kur fiton me Tirana ndodhet Sigurisht patjetër. Unë mendoj që është kampion. Elbasanit është që Elbasani diku është, di çfarë bë. Dhe po ta shohësh veprimet që i bën sikur janë të automatizuara. Edhe kur e bën kontra sulmin, e di kur e bë në ato moment që duhet bë, edhe e bë me efikasitet. Edhe të gjithë veprimet i bën me logjik. Pastaj se mund fitoj, se mund të humbë, janë probleme tjera, por nuk bën gjëra spontane. E qartë. Edhe një gjë që ta lidh me Elbasanin me Tiranën. Dëgjova trajnerin e Elbasanit që përgëzoi për punën që bë, po edhe trajneri që ta lidh me Tiranën prapë, dhe trajneri i Elbasanit tha, kemi pas të 2 ndeshje shumë të forta me Partizanin dhe me Tiranën. Të shti, Tiranën e i, si që mendon e i Tiranën, a i shumë fort, edhe Tiranë si vete mendoj ka i shumë fort. Edhe asnjë nuk e mendon
Po pse që ka e fort Tirana për lu për kategori? Si t'ishte Vora, apo t'ishte një tjetër, a Bylici, a nuk e di po të po Gradeci, do të thoshe që kishim neshjet letë, po t'ishte për kategori. Kurse për Tiranën, thot neshje e fort. Nisë nga emri. Me këtë du të them që edhe brënda në ekip, edhe në psikologjin atyre, ata lujnë si kampion, në vetë vete. Po puna është që në këto momente nuk duhet lujnë ashtu. Duhet tjetër gjë. Se edhe nga jashtë ushqehen me këtë, që Tirana e fort, po Tirana po del nga kategoria. Shikojmë pak edhe tabelën e javës së 27 të rezultateve. Tirana Elbasani 0-1, Bylis Vora 1-0, Flamurtari Vllaznia 1-0. Debuton Dinamo Partizani ditën e nesërme dhe